Në hollin qendror të Credence Bank, u çel ekspozita artistike Një jetë me art, e artistit të merituar Zaim Elezi, një nga figurat më të spikatura të artit pamor shqiptar. Përmes një koleksioni me 20 piktura, ekspozita sjell vizualitetin e artistit, që nga portretet e frymzuara nga jeta e përditshme e deri tek peizazhet nga natyra shqiptare. Në universin krijues të Zaim Elezit, ngjyrat ndërthuren në mënyrë harmonike, duke krijuar kompozime plot emocion dhe atmosferë. Punimet sjellin pamje nga vende të ndryshme të Shqipërisë, ku bukuria e rivjerës shqiptare fton vizitorin në soditje dhe reflektim, i vlerësuar me çmime dhe me një krijimtari që shtrihet në disa dekada. Zaim Elezi mbetet një nga emrat më të talentuar dhe më të spikatur të artit pamor shqiptar. Vetë Një jetë me art merr përsipër të tregoj gjithë çfarë unë kam parë, shijuar apo jo shijuar në këtë jetë. Që do të thotë që nga peizazhi, nga natyra e qetë, nga portreti dhe nga kompozimet. Pra gjithçka përfshin një jetë. Marrëdhëniet jo vetëm thjesht njerëzore, por edhe ndjesore, artistike dhe që është më e bukur, marrëdhëniet shpirtërore. Jetën time me art kam mundësi ta tregoj nëpërmjet hapësirave që ma mundsoi Banka Credence. Çelja e kësaj ekspozite i bashkohet kolanës e ekspozitave artistike të organizuara nga Credence Bank. Përmes këtyre iniciativave, Credence synon të kultivojë një marrëdhënie të vazhdueshme me artin, duke konsideruar atë një vlerë shpirtërore dhe kulturore që pasuron komunitetin dhe dëshmon angazhimin e bankës ndaj krijimtarisë dhe trashëgimisë artistike.